ose më the lekët, ose do t'hedh në pishin. Zgjidh! Pishinën! Si? Jemi rregull tani! Jo! Pse? Se akoma nuk jemi larë bashkë. E po hajde larg! Mojnë pushti! Po, ja si e kam mbushur këpucën plot. O, zot, dil jashtë! Gota, çfarë po bëni? Po lajm borxhet, keni ndonjë shampo? Te White Hill Hotel kemi gjithçka. Po ju çfarë keni që zgjidheni? Po ja, unë po pushoja të super suita këtu te White Hill Hotel me 5 yje, edhe... Alo? Koshorire, jam keq për drejt, kam stres dhe duhet ta heq. Po si? Me lek borxh nga ti. Dhe ja dhash. Për çfarë? Kisha një hall me qefin. Si? Kisha qefin pa qef. Dhe di çfarë ndodhi? Ha. Restorant mare që nga me det nga pamja. Ky spicy kalamar që nga I papar. Ti po drekon këtu? Po, se restorant mare është I përshtatshëm për gjithë. Po, për s'të vjen turp që ha me lekët e mia. Po ty s'vjen turp që më kujton bukën? Pa ç'buk moj ti po ha kalamar. Po ishi shishëm dhe si shtrenjt. Do qik? Ja, kaq. Jo, se bërë edhe sauna me lekët e mia. Vetëmi dhe. Qepe! Po në dhëm kripe, pse hyre? Nga që jam vete embël. Të pash dhe në spa. Bëre masazh qetësues për trupin dhe mendjen. Po gjysëm çmimi pagova. Pse? Nga që s'kam mend qetësova vetëm trupin. Kurse mua më lodhe trurin! Dëshiron ta qetësosh? Po! Hajde se ta paguaj unë masazhin me lekët e tua. Urdhëroni. Të më shënduart. O, sa qef!